Ndërtitjen e lajme do të ndiqni, numri të vetë punësuarve ra me 3% vitin e kaluar. Në këtë treg dominojnë meshkut me 35.8%, ndërsa femrat 19.9%. Për gjatë vitit 2024 u hapën 17.500 bizneset e reja. Sektorët që kryeson janë tregtia me shumicë dhe pakicë dhe riparimi automjeteve. Në muajin mars 2025 para fizike jashtë sistemit bankar ishte 4.3 miliardë euro, të dhënat u publikuan nga Banka e Shqipërisë. Kredia e re dhënë nga sektori bankar gjatë marsit 2025 ishte 36 miliard lekë. Kjo shumë është 20% më e lartë se kredia e vitit kaluar. Ishin këto shkurtimisht disa nga titujt kryesorë, ju njoh tani më gjerësisht. Në ditën ndërkombëtare të punës, Shqipëria ka ende sfida, kështu në raportin e fundit të Inspektoriatit Shtetëror të Punës. Konkluzionet dalin se janë shtuar inspektimet, por informaliteti është ende i pranishëm. 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve, gjen Shqipërinë me sfida të shumta në tregun e punës, por gjithashtu edhe me përpjekje për përmirësimin e kushteve dhe mbikëqyrjes së marrëdhënieve të punës. Por referuar raportit të fundit të Inspektoriatit Shtetëror të Punës, gjatë vitit 2024 u kryen mbi 190.000 inspektime në gati 10.000 subjekte, me një rritje të ndjeshme të kontrolleve në ndërmarrje të reja, që përbën 22% të totalit. Kjo fal bashkëpunimit më të mirë me institucionet si Drejtoria e Tatimeve dhe Qendra Kombëtare e Biznesit, si dhe një planifikim mbi bazë risku. Fokusi veçantë i inspektimeve ishin të rinjt në 9-18 vjeç, punëtorët e huaj, personat me aftësi ndryshe dhe gratë shtatzëna. Ndërkohë informaliteti vijon të mbetet një sfidë. Vetëm në vitin 2024 janë identifikuar 2600 punonjës informal, një rritje me 32% krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa mbi 3900 persona rezultuan pa kontratë pune, 58% më shumë se në vitin 2023. Sa i përket sigurisë në punë, janë regjistruar 177 aksidente, përfshirë 33 me pasoja fatale, shifra që mbeten të qëndrueshme krahasuar me vitet e kaluara. Për shkelje të rënda ose të përsëritura, janë vendosur 210 gjoba me një vlerë totale mbi 53 milion lekë, një rritje me 42% në numër dhe 25% në vlerë. Një nga rritet më të rëndësishme të këtij viti është pilotimi i sistemit inteligjencë Mira, matrica e inteligjencës dhe analizës së riskut, e cila synon modernizimin në inspektimet të punës në Shqipëri me mbështetjen e Organizatës Ndërkombëtare të Punës dhe Bashkimit Evropian. Numri të vetëpunësuarve në Shqipëri ra me rreth 3% vitin e kaluar. Ajo që vjet re është se ky treg dominohet nga meshkujt me 35.8%, ndërsa femrat me vetëm 19.9%. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat gjatë 3 muajve të fundit të vitit 2024, numri të vetëpunësuarve në Shqipëri zinte rreth 29.9% të punësuarve gjithsej. Sa i përket moshës 15 vjeç e lartë, brenda këtij grupi meshkujt e vetëpunësuar zinin rreth 35.7% të totalit dhe femrat rreth 20.4%. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023, vjet re një rënje e lehtë e vetëpunësimit me rreth 0.9% të personave aktiv në tregun e punës. Kur analizojmë rolin e grave në vetëpunësim, vërejmë se grup mosha që dominoi këtë drejtim ishte ajo 55 deri në 64 vjeç, duke përfaqësuar përqindjen më të lartë të sipërmarrëseve femra. Një tjetër aspekt që tërheq vëmendjen është niveli arsimor i të vetëpunësuarve. Në të gjitha grup moshat, personat me arsim të lartë përfaqësojnë përqindjen më të ulët në këtë kategori. Te gratë e moshës 55 deri në 64 vjeç, ndonse 27% janë të vetëpunësuara, vetëm 6.8% prej tyre kanë përfunduar arsim të lartë. Ndërsa tek të rijat niveli arsimor i tyre mbetet kryesisht në arsimin 8-9 vjeçar ose të mesëm, duke reflektuar një përputhje të ulët mes nivelit të edukimit dhe përfshirjes në sipërmarrje. Situata ndryshon tek burrat, ku bilanci është më pozitiv. Edhe për ta grup mosha 55 deri në 64 vjeç është më aktive në vetëpunësim, me 46.9%, nga të cilët 23.4% kanë përfunduar arsimin e lartë, një përqindje shumë e lartë se ajo e grave në të njëjtën moshë. Po ashtu edhe të rinjt meshkuj vërehet një përfshirje më e madhe në vetëpunësim se sa te vajzat, duke e bërë këtë formë të ardhurave më të zakonshme mes djemve. Megjithatë, edhe te burrat mbizotërojnë ata me nivel më të ulët arsimor, duke përforcuar idenë se vetëpunësimi në Shqipëri është shpesh alternativë për individ që nuk janë të përfshirë në tregun formal të punës ose nuk kanë ndjekur rrugë të plota akademike. Bizneset duhet të paguajnë punonjësit me pagë shtesë nëse u kërkojnë të qëndrojnë mbi orarin e përcaktuar të punës apo të punojnë në ditë të festave zyrtare, në rast se nuk e kompensojnë këto orar me ditë pushimi.
Punonjësve në vend të cilëve u kërkohet të punojnë më shumë se 8 orë në ditë apo 40 orë në javë, si dhe në ditët që përkojnë me festa zyrtare, u linde drejta të paguhen shtesë. Ne 90 i kodit të punës parashikon se numri maksimal i orëve shtesë përcaktohet në kontratën kolektive ose kontratën individuale të punës. Punëdhënësi mund të kërkojë kryerjen e orëve shtesë të punës, por jo më shumë se 200 orë në vit. Punëdhënësi në marrëveshje me punëmarrësin mund të kompensojë orët shtesë të punës me një pushim të paktën 25% më të madh, që i korrespondon kohëzgjatjes së orëve shtesë dhe që jepet brenda 2 muajve nga data e kryerjes së punës, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratën kolektive. Punëdhënësi për orët shtesë të punës që nuk janë kompensuar me pushim, duhet i paguaj punëmarrësit pagën normale dhe një shtesë jo më pak se 25% të saj, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratën kolektive. Orët shtesë të punës të kryera gjatë pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompensohen me pushim ose pagë të paktën 50% më të madhe se orët shtesë të bëra ose paga normale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratën kolektive. Nuk mund të kërkohet kryerja e orëve shtesë javore kur punëmarrësi ka kryer 48 orë punë në javë. Në raste të veçanta për një periudhë deri në 4 muaj, mund të punohet më shumë se 48 orë në javë, por koha mesatare javore e punës për këtë periudhë nuk duhet të jetë më shumë se 48 orë. Orët shtesë të punës llogariten mbi pagën bruto të punojësve. Për gjatë vitit 2024 janë hapur afro 17.500 biznese të reja me rritje të ndjeshme krahasuar kjo me vitin paraardhës. Sa tekon sektorëve kryeson tregtia me shumicë dhe pakicë dhe riparimi i automjeteve dhe motocikletave. Performanca pozitive e ekonomisë shqiptare për gjatë këtij viti që lam pas është reflektuar dhe në ndërmarrjen e iniciativave të reja private nga ana e qytetarëve. Të dhënat zyrtare nga Qendra Kombëtare e Biznesit tregojnë se për gjatë periudhës janar-dhjetor 2024 janë regjistruar 17.500 biznese me shpërndarje në të gjithë vendin, nga 16.835 të regjistruara një vit më parë, me një kapërcim prej 655 biznesesh të çelura rishtazi. Sa i takon sektorëve në të cilët janë shpërndar, numri më i lartë i regjistrimeve është në kategorinë tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorcikletave, me 4.865 regjistrime apo 27.8%, ndjekur nga sektori i akomodimit dhe shërbimit ushqimor me 15.6%, më pas renditen shërbimet administrative dhe mbështetëse me 7.8%, ndërtimi me 7.7%, aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike me 7.1%, transporti dhe magazinimi me 5.7% e të tjera. Ndërsa numri më i ulët i regjistrimeve ndodhet në kategoritë aktivitetet të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare dhe aktivitetet e familjeve si punëdhënës, aktivitetet të prodhimit të mallrave e shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vet me nga një regjistrim. Nëse do të marrim në analizë periudhën 2019-2024, numri i regjistrimeve ka qenë më i lartë gjatë vitit 2022 me 17.899 regjistrime të reja, ndërsa numri më i ulët i regjistrimeve ka qenë në vitin 2020, kjo ndikuar edhe nga pandemia COVID-19, ku njësër aktivitetesh, sidomos ato të shërbimeve u mbyllën dhe pjesa tjetër patën rënje të konsiderueshme. Nga viti 2019 deri në vitin 2024, rezulton një rritje me 9.82% në numrin e regjistrimeve të bizneseve të reja. Është rritur vlera parave që qarkullon jashtë sistemit bankar, kështu sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë. Para fizike jashtë sistemit bankar ishte 4.3 miliardë euro në muajin mars të këtij viti. Në Shqipëri qarkullojnë rreth 4.3 miliardë euro jashtë bankave. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se paraja fizike që gjendet jashtë sistemit bankar ka vjuar të rritet me një ritëm të shpejtë edhe në tremujorin e parë të vitit 2025. Në krahasim me muajin mars të vitit të kaluar, ku paraja që qarkullonte jashtë bankave ishte gati 3.9 miliardë euro, tashmë kemi një rritje me 397 milion euro ose 10.2% të parave që qarkullon në duart të shqiptarëve. Ndërkohë, rikujtojmë se në fund të vitit 2024, paraja jashtë korporatave depozituese ishte 4.2 miliardë euro, nga 3.9 miliardë në 2023, dëshmi e trendit të shpejtë rritës. Këto shifra tregojnë një pranim të madhe të paras fizike në ekonomi, e cila mund të vijë për një sër arsyesh që përfshin kulturën e shqiptarëve për të kryer pagesa me para në dorë, normat e ulëta të interesit për depozitat që i shtyn individët të mos i mbajnë kursimet në bank, niveli i lartë i ekonomisë informale, paraja nga burimet të paligjshme dhe të tjera. Në drejtim të uljes së përdorimit të paras kesh në ekonomi,
Në strategjinë e fatmesme të ardhurave parashikohej që gjatë 2025-s të vendosej një limit për pagesat cash mes individëve, të reduktoshin më shumë pagesat me para në dorë mes bizneseve nga 150.000 lekë që është aktualisht, apo të krijoheshin rregulla të riskut, të cilat evidentonin tatim paguesit, që fragmentizonin faturat për të mos kaluar limitin që përcakton ligji. Ndërkohë, pritet që të ulen edhe komisionet e përdorimit të terminaleve POS mes bankave të nivelit të dytë dhe tatim paguesve. Gjithashtu, për të nxitur edhe më tepër kryerjen e pagesave elektronike, kompania amerikane Mastercard pati njoftuar më herët se duke filluar nga 1 maj 2025, do të shpërndante 4.750 terminale POS falas për tregtarët shqiptar. Ky program do t'i vinte në ndihmë shumë bizneseve të cilët nuk kanë instaluar akoma një terminal POS, për shkak të kostos së lartë me të cilin shoqëroi ky i fundit, por në të njëjtën kohë do të ofrojë një mundësi më shumë për qytetarët që të kryejnë pagesa me kartë. Kredia e re që ka dhënë sektori bankar gjatë muajit mars të këtij viti fiksohet në 36 miliard lekë, të tregojnë të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kjo rritje vlerësohet pranë 20%. Kredia e re që ka dhënë sektori bankar gjatë muajit mars të këtij viti fiksohet në 36 miliard lekë, tregojnë të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur kreditë e reja fiksoheshin në 30 miliard lekë, rritja vlerësohet pranë 20% ose me rreth 6 miliard më shumë. Nga ana tjetër, krahasuar me muajt mars të viteve të mëparshme, shifrat sinjalizojnë se këtë vit kjo vlerë shënon në rekord të padiskutueshëm dhe me një diferencë të ndjeshme. Ajo që vjet e re nga të dhënat është fakti se ndikimin më të madh në rritjen e kredisë së re për muajin mars e ka dhënë sektori privat, ndryshe nga shifrat e muajit shkurt të po të njëjtit vit. Huaji i re për sektorin privat fiksohet pranë 25.4 miliard lekëve, nga 20 miliard që ishte gjatë marsit të vitit kaluar. Rritja fiksohet pranë 27%. Vlen të theksojmë se krahasuar me të njëjtin muaj të viteve të mëparshme, marsi i këtij viti është ndjeshëm më i lartë. Sa i përket individëve, ndërkohë kredia e re në mars të këtij viti ka vlerën më të lartë ndonjëherë prej 10.4 miliard lekëve nga 9.9 miliard lekë që ishte kjo shifër në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja për këtë tregues fiksohet në rreth 5%. Nëse analizojmë të dhënat që nga viti 2016, shohim se marsi i vitit aktual regjistron rekord. Ndërkohë, nëse i referohemi kredisë së re për individ për blerë banese, përballemi me një rënje prej 3.4% krahasuar me marsin e vitit 2024. Shifra flet për një vlerë që prek 5.3 miliard lekë, nga 5.48 miliard lekë që ishte një vit më parë. Nga ana tjetër, ekonomia shqiptare ka përjetuar një rritje të ndjeshme të totalit të kredisë, duke reflektuar një zhvillim të qëndrueshëm dhe një besim të shtuar në sektorin financiar. Sipas të dhënave të fundit nga Banka e Shqipërisë, portofoli i kredisë për ekonominë ka arritur në 865 miliard lekë në mars, me një rritje prej 17.5%. Në tremujorën e parë të këtij viti, qytetarët kanë investuar më pak para në tregun primar të titujve të qeverisë. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, numri i transaksioneve nga individët ka mësuar një rënje me 34.6%. Më pak individ kanë shfaqur interes për të investuar në bono thesari dhe obligacione gjatë 3 muajve të parë të 2025-s. Sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në 3 muajin e parë të 2025-s janë kryer në total 2.884 transaksione nga individët në tregun primar të titujve të qeverisë, me një rënje për rreth 34.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur totali i tyre ishte 4.409. Një ulje e tillë e numrit të transaksioneve është shoqëruar edhe me uljen e volumit të parave të investuara në bono thesari e obligacione të qeverisë nga qytetarët. Individët kanë blerë në tregun primar, pra nga blerjet direkte për herë të parë të titujve qeveritar përmes ankanteve të organizuara nga Banka e Shqipërisë, rreth 9.3 miliard lekë letra me vlerë të qeverisë. Rënja është 22.7% krahasuar me 3 muajt e parë të vitit të kaluar, kur totali investimeve nga individët ishte 12.1 miliard lekë. Nga ana tjetër, vëllimi i tregut sekondar të titujve të qeverisë të realizuara jashtë burse për periudhën janar-mars 2025, i cili përfshin shitjen e titujve ndërmjet bankave, fondeve dhe investitorëve të tjerë individual, pasi janë blerë fillimisht nga Banka e Shqipërisë dhe para përfundimit të afatit të tyre, u dominua në masën 64% nga transaksione në instrumente afatgjat,
si obligacione, dhe 36% nga transaksionet në instrumenta afashshkurtër, si bono thesari. Parë nga kundërshtrimi i numrit të transaksioneve, 76.8% të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të titujve të qeverisë jashtë burse i takojnë transaksioneve të kryera në bono thesari. Pjesëmarrja në tregun sekondar të titujve të qeverisë jashtë burse për periudhën janar-mars 2025 dominohet nga investitorët individual, të cilët kryejnë 97% të gjitha transaksioneve në këtë treg. Bonot e thesarit janë instrumente financiare afashshkurtër me maturim 3, 6 dhe 12 mujor, ndërsa obligacionet janë instrumente me maturitet afatmesëm dhe afatgjatë. Këtë vit u emetuan për herë të parë si testim tregu edhe obligacionet 20 vjeçare. Për të investuar në bono thesari dhe obligacione, qytetarët mund të marrin pjesë në mënyrë direkte në ankandet e Bankës së Shqipërisë, ose të investojnë në mënyrë indirekte përmes fondeve të investimeve, të pensioneve dhe institucioneve të tjera të autorizuara për investim në këto instrumente. Në kuvend ka mbërritur marrëveshja e garancisë për kredinë prej 81.5 milion euro që operatori i shpërndarjes energjisë elektrike do të marrë nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Sipas Bersh, kjo hua do të mundsojë ristrukturimin e bilancit të OSHE-s duke dhënë shoqërisë një kontroll më të mirë mbi situatën e saj financiare. Detyrimet e kredisë 81.5 milion euro që operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike do marrë nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim do të mbulohen nga buxheti i shtetit në rast të pamundësisë së OSHE për t'i likuiduar. Në kuvend ka mbërritur marrëveshja e garancisë që do duhet të marrë dakordsinë e parlamentit të ri pas zgjedhjeve të 11 majit. Huaja me garanci shtetërore do të përdoret për të rifinancuar dhe zgjatur afatet kohore të overdrafteve ekzistuese me garanci shtetërore që OSHE ka lidhur me bankat e nivelit të dytë për shkak të nevojave emergjente për likuiditet dhe të cilat kërkojnë rinovim vjetor. Këto kredi janë marrë për të financuar importet e energjisë elektrike gjatë krizës energjitike në vend. Sipas Bersh, projekti do mundsojë ristrukturimin e bilancit të OSHE-s, duke i dhënë shoqërisë një kontroll më të mirë mbi situatën e saj financiare dhe në mënyrë indirekte mundësinë e financimit të shpenzimeve të rëndësishme kapitale të gjelbërta, ndërkohë që investimi i Bershit do të kushtëzohet nga një program i dakordsuar reformash që pritet të kenë ndikim të rëndësishëm në zhvillimin, menaxhimin dhe eficiencën operacionale të OSHE-s dhe rrjedhimisht sektorit të energjisë elektrike në Shqipëri. Reformat që duhet të ndërmarrë OSHE përfshin amendimin e kodit shqiptar të shpërndarjes së energjisë elektrike, përmirësimin e planifikimit të afatgjatë të investimeve në rrjet, për të mbështetur depërtimin e burimeve të rinovueshme të energjisë, krijimin e një këshilli për aftësimin në sektorin e energjisë për të identifikuar nevojat teknike të tregut dhe për të lehtësuar dialogun ndërmjet bizneseve, qeverisë dhe institucioneve arsimore, si dhe mbështetja e krijimit të një akademie trajnimesh në OSHE. Shoqëria Devolli Hydropower ka përfunduar studimin e fizibilitetit për ndërtimin e një ymledhësi me stacion pompimi në pjesën e sipërme të lumit Devoll. Synimi i këtij projekti është rritja e kapaciteteve rezervuese dhe balancuese të energjisë. Shoqëria Devolli Hydropower ka përfunduar studimin e fizibilitetit për ndërtimin e një ujëmbledhësi me stacion pompimi në pjesën e sipërme të lumit Devoll, që synon të rrisë kapacitetet rezervuese dhe balancuese të energjisë. Përfaqësuesit e kompanisë bën publike pak ditë më parë detajet e projektit, që sipas tyre do jetë me rezervuar të vogël, me kapacitet 25 milion metër kub. Për të kuptuar madhësinë e rezervuarit, u sol në vëmendje ai i Moglicës, që ka një kapacitet ujëmbledhës prej 280 milion metër kub ujë. Ndërkaq projekti parashikon që e gjithë infrastruktura, së bashku me agregatët, do jetë pozicionuar nën shkëmb. Sipas përfaqësuesve të kompanisë, studimi arrin në konkluzionin se projekti është rajonal, çka do të thotë se nuk synon vetëm nevojat e rezervës apo balancimit që do ketë Shqipëria, por do të përmbush nevojat që do ketë Evropa juglindore apo kontinenti evropian. Po ashtu gjatë prezantimit u bë me dije se kosto e projektit është 1.7 miliard dollar. Studimi i fizibilitetit erdhi pas shtesës së 4 të kontratës koncesionare për optimizimin e shfrytëzimit hidrologjik të lumit Devoll dhe hidrocentraleve që tashmë janë ndërtuar, që u miratua nga kuvendi në vitin 2023. Gjithsesi, në rast të finalizimit të projektit, në dokument nuk është përfshirë asnjë parashikim mbi përfitime që do i vinë portofolit energjetik të Shqipërisë. Kaskada e Devollit përbëhet nga hidrocentralet e Banjës dhe Moglicës që janë në prodhim. Kontrata fillestare për ndërtimin e tyre u firmos në vitin 2008, ndërkohë që gjatë kësaj periudhe ka pësuar 4 shtesa në vitet 2010, 2013, 2015 dhe 2023.
Në takimin me qytetarët në Berat dhe Dimal, kryeministri Rama prezantoi disa nga arritjet e qeverisë vitet e fundit se takon aspektit ekonomik. Ai premtoi ulje të mëtejshme të borxhit publik dhe rritjen e të ardhurave për frym. Kryeministri njëherësh kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në një takim me qytetarë të Beratit dhe Dimalit shpalosi disa nga arritjet kryesore të qeverisë në aspektin ekonomik, duke theksuar se kjo është rruga drejt Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Në Shqipërinë 2030 këtë prodhim të përgjithshëm do ta çojmë në 35 miliard euro. Vazhdojmë. Kjo është një tjetër e dhënë për të parë edhe zhvillimin dhe rritjen e këtij prodhimi në kontekstin e rajonit. Kjo është Shqipëria dhe ky është mesatari e rajonit. Dhe këtu, siç e shikoni, nuk është tabele e qeverisë shqiptare, është tabelë e organizatave ndërkombëtare, përfshirë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Rama theksoi se deri në vitin 2030 synohet ulja e mëtejshme e borxhit publik në nivelin 50%, ndërsa të ardhurat për frym pritet të arrijë në 15.000 euro. Demokratike Sali Berisha nga Librazhdi deklaroi se brenda 100 ditëve të para të qeverisjes nuk do të ketë pension nën 200 euro. Sipas tij, duke zbatuar këtë program, Shqipëria do të jetë vendi me klimën më të mirë të biznesit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Librazhdi deklaroi se me programin e Aleancës PD-ASHM çdo pensionist brenda 100 ditëve të para nuk do të ketë kurrë një pension nën 200 euro. Do vendosim minimumin jetik. Do vendosim minimumin jetik. Prej 200 eurosh, i cili përmirëson gjendjen e 560.000 pensionistëve me pensione ndër 170 euro. Minimum jetik do jepet të gjithë shqiptarëve në ndihmë ekonomike, të gjithë të papunëve, të gjithë studentëve me bursë dhe fëmijëve me një prind. Pra, 100 ditë të para miq, ne nxjerrim shqiptarët nga varfëria e skajshme. Dhe jo vetëm kaq, por çdo shqiptari me rrogë të ulët nën 500 euro apo 500 euro. Çdo pensionisti ne japim kartën e konsumatorit me të cilën ai do blej ushqimet dhe gjërat bazë 20% me lirë se tjertë, çfarë do thotë do marrë në vit 450 euro kompensim. Berisha premtoi se 100 ditët e para të qeverisjes çmimi i nafës do të ulet me 40%, nuk do të shitet kurrë më shumë se minus plus 10% të çmimit të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Ne japim një goditje përfullimtare mbjerimit apo varfërisë ekstreme. Nuk do ketë shqiptar që të kenë ndën 6.3 euro në ditë. Me programin ton Aleanca për Shqipërinë madhështore, do t'i jap biznesit një frymëmarrje të re të fuqishme. Biznesi vogël do paguaj energjinë me 6 lek nga 18 që e paguën sot. Biznesi vogël do përgjysmohet tarife e ujit, do pjestohet me 5 tarifa e hapësirës publike. Sipas Berishës, duke zbatuar këtë program, Shqipëria do të jetë vendi me klimën më të mirë të biznesit dhe ato energjinë do e paguajnë 6 lek nga 18 lek që paguajnë sot. Në një takim me banorë të Belshit dhe Cerikut, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se programi i Aleancës është për të gjithë shqiptarët. Në këtë mënyrë, shtoi Berisha, Shqipëria përjashtohet nga mjerimi.
Duke folur në një takim me banorët të Belshit dhe Serrikut, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se programi i Aleancës PD-ASHM është për çdo shqiptar, jeta të cilit do të ndryshojë për mirë. Miqtë e mi, unë vi sot tek ju për të parashtruar projektin ton, i cili ka dy qëllime më madhore. Së pari, t'ju kthej parat ju, qytetarëve shqiptar, t'ju kthej taksat ju në rroga, pensione, mbështetje ekonomike, mbështetje papunësie, shërbime shtetësore, shërbime arsimore, infrastrukturë. Së dyti, një mundësi të re për secilin prej jush. Në këtë mënyrë, ne jemi të bindur se ecim drejt Dumës madhështore, Cerrikut madhështor, Elbasanit madhështor dhe Shqipërisë madhështore. Ndaj dhe ne, në 100 ditë të para, ja u them këtu, ne betejnë më të egër, më të këqijat, që kanë zënë këtë vend, do ta kemi 100 ditë të para, do t'i mundim ato. Berisha theksoi se me realizimin e këtij programi nxjerrim jashtë varfërisë ekstreme çdo qytetar shqiptar, përjashtojmë nga Shqipëria mjerimin. A gjysma tjetër është akoma më rënd. Në Shqipëri, nga viti 2013 deri në vitin 2024, çmimet janë rritur 250%. Shko blini bukën sot ju. Sa mirë qumshtin sot, sa mirë mishin sot. E mirë 700 lek. Tani e merri 1800 lek, 1600 lek, 1700 lek. Pra, prisni, ekonomistët kanë llogaritur se për të ble ato që blinit me pensionin 143.000 lek, për të ble sot duhet i pension 390.000 lek. Pse çmimet janë rritur shumë. Qa ndodhi kjo? Kjo detyroi me qindra mira familje të thonë fëmijëve ikni se del sofra. Nuk kanë sofrë më për ju. Gjëni merrin rrugë të dheut, përpiquni ku të mundanit, çanin jetën tuaj. Çfarë ndodhi sot? Ndodh që sot qindra mira pensionist nuk marrin dot ilaçet. Nuk marrin ilaçet. Se a merrin ilaçet me 170.000 lek, a merrin ilaçet me 120.000 lek, s'merren ilaçet. Atër o kafshata o ilaçet, o qeraja. Gjatë fjalës së tij, Berisha premtoi se do adaptoj listën e rimbursimit që ka Italia, ndërsa çdo pensionist mund të kryejë analiza të plota në vit 2 herë falas të garantuara nga shteti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Ukraina kanë nënshkruar marrëveshjen e mineraleve që jep akses Washingtonit në burimet natyrore të këtij vendi. Pakti përfshin gjithashtu ndihmë financiare për ndërtimin dhe mbrojtjen e Ukrainës. Kievi dhe Washingtoni kanë nënshkruar një marrëveshje të promovuar nga presidenti amerikan Donald Trump që do t'u jap shteteve të bashkuara akses preferencial për mineralet dhe do të financojë investimet për rindërtimin e Ukrainës. Të dyja vendet nënshkruan marrëveshjen pas muajsh negociatash të tensionuara me pasigurinë që pluskonte deri në momentin e fundit. Pakti është thelbësor për të përmirësuar lidhjet e Kievit me Trump dhe Shtëpinë e Bardhë që përkëjsuan pas ai mori detyrën në janar. Zyrtarët e Ukrainës kanë shpresuar se marrëveshja do të sigurojë mbështetjen e vazhdueshme të SBA-s për mbrojtjen e vendit kundër Rusisë. Sekretari i thesarit i SBA-s, Scott Bessent, dhe zëvendës kryeministre e parë ukrainase Yulia Sviridenko u pan duke nënshkruar marrëveshjen në një foto të postuar në rrjetin X, ku thuaj se ky hap sinjalizon qartë angazhimin e administratës Trump për një Ukrainë të lirë, sovrane dhe të begat. Sviridenko shkroi se pakti parashikon që Washingtoni të kontribuojë në fondin e ndihmës. Përveç kontributeve të drejtpërdrejta financiare, SBA-ja mund të
ofrojë edhe ndihmë të re, si për shembull sisteme të mbrojtjes ajrore për Ukrainën, tha ajo. Washingtoni nuk e trajtoi drejt për drejt këtë sugjerim. Shtetet e Bashkuara kanë qenë donatori më i madh ushtarak i Ukrainës që nga pushtimi i Rusisë në vitin 2022 me një ndihmë për më shumë se 64 miliardë eurosh, sipas Institutit Kiel në Gjermani. Para nënshkrimit, Trump përsëriti se SBA-ja duhet të marrë diçka mbrapsht për ndihmën ndaj Kievit, duke nënkuptuar depozitat e shumta të mineraleve të rralla. Duke njoftuar marrëveshjen, thesari i SBA-s nënvizoi se partneriteti njeh mbështetjen e konsiderueshme financiare dhe materiale që populli i Shteteve të Bashkuara i ka ofruar Ukrainës që nga pushtimi i Rusisë. Zvrydenko theksoi se marrëveshja lejon Ukrainës të përcaktojë se çfarë dhe ku të nxjerrë nga nën toka, dhe se kjo do të mbetet në pronësi të Ukrainës. Vendi është i pasur me burime natyrore, duke përfshirë metale të tokës së rrallë që përdoren për elektronikun e konsumit, automjetet elektrike dhe aplikimet ushtarake. Ukraina gjithashtu ka rezerva të mëdha të hekurit uraniumit dhe gazit natyror. Minjera globale metaleve të rralla aktualisht dominohet nga Kina, e cila është e përfshirë në një luftë tregtare mes SBA-s pas rritjes së ndjeshme të tarifave nga Trump. Zvrydenko tha se Ukraina nuk ka detyrim me borxhin ndaj Shteteve të Bashkuara sipas marrëveshjes, një pikë kyçe në negociatat e gjata midis dy vendeve. Sipas saj, pakti përputhej me kushtetutën e Kievit dhe fushatën për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Shkencëtarët nga gjithë bota kanë përfunduar sistemi kryesor të magneteve për reaktorin tokamak që synon të përdorë shkrirjen bërthamore për të prodhuar energji të pastër. Shkencëtarët që po punojnë me projektin më të madh në botë të shkrirjes bërthamore kanë përfunduar sistemimin kryesor të magneteve. Ky sistem do të furnizojë me energji bërthamën e reaktorit tokamak të ITER, që synon të demonstrojë se shkrirja bërthamore, burimi i energjisë si diellit dhe yjeve, mund të përdoret si një burim energjie i sigurt dhe pa karbon në tokë. Ndryshe nga ndarja bërthamore, e cila ndan atomet dhe prodhon mbetjet radioaktive, bashkimi përfshin ngrohjen e gazit të hidrogjenit në temperatura e jashtëzakonisht të larta derisa atomet të bashkohen, duke shliruar sasi të mëdha energjie pa mbetje bërthamore. India është ndër 7 anëtarët kryesor të projektit dhe ka luajtur një rol kyç në ndërtimin e infrastrukturës më kritike, duke përfshirë sistemet masive të ftojjes së kriostatit dhe teknologjitë e ngrohjes. Pjesa e fundit e sistemit të magneteve ishte moduli 6 i solenoidit qendror, magnetit kryesor që do të drejtojë plazmën, gazin super të nxehtë në të cilin zhvillohen reaksionet e bashkimit. I ndërtuar dhe testuar në Shtetet e Bashkuara, ky magnet i fuqishëm së shpejti do të montohet në Francën Jugore, kur të përfundojë, do të jetë mjaftueshëm i fortë për të ngritur një aeroplan mbajtëse dhe për të formuar zemrën elektromagnetike të makinës së shkrirjes. ITER, që do të thotë reaktori ndërkombëtar termonuklear eksperimental, është një përpjekje për bashkë shkencore më shumë se 30 vendeve, duke përfshirë Indinë, Kinën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusinë, Japoninë, Korenë e Jugut dhe anëtarët e Bashkimit Evropian. Qëllimi është të provohet se energjia e shkrirjes mund të prodhohet në shkallë industriale. Sistemi magnetik i sapo përfunduar është kritik për krijimin dhe kontrollin e plazmës ultra të nxehtë brenda reaktorit. Me fuqi të plot, ITER pritet të prodhojë 500 megawatt energji nga vetëm 50 megawatt hyrje. Shkencëtarët thonë se nëse ka sukses, shkrirja mund të ofrojë botës një burim energjie pothuajse të pakufizuar dhe të pastër pa mbetje radioaktive jetëgjata apo emetimet e karbonit të teknologjive aktuale. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë më takofsh.